Prej nëntorit të vitit kaluar në Lezhë ka nisur funksionimin qendra komunitare kujdesit mendor, një shërbim i ri që synon përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve përmes kujdesit specializuar dhe të aksesueshëm në fushën e shëndetit mendor. Sipas të dhënave zyrtare për periudhën nëntor 2025-shkurt 2026, në territorin e bashkisë Lezhë janë identifikuar 945 persone për probleme të shëndetit mendor, përfshirë të rritur dhe fëmijë. Qendra funksionon si pjesë e kujdesit shëndetësor parësor dhe ofron shërbime falas, konfidenciale dhe të hapura për komunitetin. Gjatë kësaj periudhe, ekipi multidisiplinar ka realizuar 40 vizita nga psikiatri infantil dhe 57 vizita nga psikiatri për të rritur, ndërsa psikologu klinik ka zhvilluar 25 seanca këshillimi dhe terapie, si dhe 35 vlerësime psikologjike. Qendra komunitare e shëndetit mendor në Lezhë ka të atachuar brenda saj 2 mjek profesionist, psikiatër, një për moshën infantile, një 0 deri në 18 vjeç, edhe një për të rritur. Gjithashtu të atashuar ka edhe një psikolog klinik, 2 infermiere dhe një punonjës social. Nevoja për qendrën komunitare të shëndetit mendor në fakt lindi si pasojë e kërkesave të vazhdueshme të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Lezhë për t'i ardhur sa më pranë banorëve të kësaj bashkie, por jo vetëm. Duke qenë se shërbimet e tilla janë të domosdoshme, atëherë Ministria në bashkëpunim me operatorin arritën që të krijojnë këtë modalitet për t'ia mundësuar qytetarëve lezhjanë. Tani në kohën që jetojmë, sfidat kryesore janë të bazuara kryesisht në shëndetin mendor. Stili i jetesës është një nga elementet kyçe që sot ka më nevojë se kurrë që të kenë pranë qytetarët, le të themi profesionistë të shëndetit mendor. Qendra komunitare e shëndetit mendor funksionon si pjesë integrale e sistemit parësor, ku nëpërmjet mjekut familjes arrihet që të krijohet kontakti me mjekun specialist, duke lehtësuar kështu edhe burokracitë apo procedurat të ndryshme që duhet të marrin qytetarët për shërbimet e tyre që kanë lidhje me shëndetin mendor, por edhe dokumentacione të ndryshme që janë të domosdoshme. Ky shërbim ofroi më parë vetëm në spitalin e Lezhës, ndërsa numri vizitave ishte i ulët. Aktualisht vjet re një rritje ndjeshme kërkesave për ndihmë e lidhur me rritjen e ndërgjegjësimit dhe fushatat informuese në bashkëpunim me qendra shëndetësore. Shërbimi është rritën në zonë rurale, ku problematikat sociale dhe ekonomike janë më të theksuara.